Kida, edhe tani ngeli kida të më thirta në rapt kida. Tatuazhet nuk janë thjesht një trend, është një mënyrë për të shprehur ndjenjat dhe historinë e dikujt përmes lëkurës. Edhe pse ky art shpesh konsiderohet si tabu, Kida është artistja që ka guxim për to. Kida, si të kalim ky pasioni për tatuazhet, ose a ke pas gjithmonë një interesim për to? Drejt me tatuazhet jo, po prej në shkollë fillore, prej e re, kam pas shumë qef pikturën, artin, kam kene dhanën, edhe tani edhe vllajën kam pas tatu artist para meje, ai më ka shtyr shumë, ka qenë kraj i madh për mu, për me anis tatuazheve. Do me thënë e ke marrë si tip zanati nga vllai. Po. E kujton tatuazhin e parë që e ke bo? Po, edhe atë ma ka bo vllai në fillimet e veta, e kam diku këtu. Tani e kam bo një cover të lehtë, po prap duket. Po, ndonjë tatuazh që ja ke bo vetes? Tatuazhi i parë që i kam bo vetes është ky këtu, se unë i kam bo komplet vetë tatuazhet e mia, po ky është i pari, është makina e tatuazheve dhe thot you think it, I ink it. Okej, një slogan i bukur. Po, na trego pak a shumë më shumë rreth vetes, nga je edhe rreth rrugtimit tënd, se di se ke udhëtuar pak a shumë edhe me këtë profesionin që e ke. Okej, atëherë unë jam shqiptare e Shqipnisë. Më ka ra me udhëtu shumë, një kohë kam punu në Zvicër, kam nejr gjatë atje. Tani më ka ndodhur një aksident i vogël. Okej, me shtetin e interesante. Zvicrës, se kam qenë ilegal atje, pa letra. Edhe tani për momentin jam edhe në Gjermani, ma shumë jam në Gjermani se sa në Kosovë, po shpresoj që do kthehem në Kosovë për ma gjatë, se më pëlqen ma shumë. Qa ka Kosova që të pëlqen më shumë? Njerëzit. Njerëzit këtu janë ma të ngrohtë, unë e kam kriju tashat rrethin teme dhe klientelën teme, i kam çdo gjë është okej. Janë njerëzit e mirë. A ka qenë pak e vështirë të zhvendosesh me një biznes të ri, në një vend të ri? Në fillim po, edhe plus që si femër, tatu artiste, nuk është shumë të ne që është e pëlqyme, po tani jam rehatuar, jam mirë. Ekzistojnë ende këto paragjykimet për tatu artistet? Për të ardhur keq, çka kemi për të thënë? Po, ama unë kam shumë qef që vajzat e reja mos ndikohen prej kësaj. Unë, familja ime më kam mbështet gjithmonë, edhe nuk e kanë fare problem që unë kam shumë tatuazhe. Do bëj akoma, kam shumë plane për të bërë, po nuk duhet ndikohen absolutisht prej kësaj. Me jetu në Zvicër, në Gjermani, dikon jashtë, nuk shihen. Duket si diçka normale. Ashtë. Temi drejtën edhe është një lloj arti. Ashtë art. Nuk ka asgjë të keqe. Po e ke ndonjë numër të tatuazheve, i ke numëruar sa i ke në trup? Tani me numërimin tim duhet i kem diku 57 ose 58, po nuk jam shumë me sigurt. Mund t'i ketë humbur. Po si e sheh pak a shumë kulturën e tatuazheve në Kosovë? Janë të ndrojtur nga to? Janë. Në Shqipëri kam vure që edhe djemët edhe vajzat nuk është se ndikohen shumë. E këtu edhe djemët janë të ndikum. Kam plot për aty në djemëve që vinë edhe jo se me ma pa mami, tani duhet me flejt jashtë. Edhe nuk është mirë, ama okej, shumica që jetojnë jashtë nuk e kanë problem. Vajzat kisha dasht pak mu liru. Hapen më shumë. Po. Po, apo ka interesim sa do pak? Kam, nuk është se s'kam, prej që jam këthy tash prej Gjermanisë, që një javë gjys, kam pas veç vajza. Edhe një shenje më ka ardhur mirë, po. Hala s'kam pas djemë. Cila do ishte ndoshta një
themi mesazh që do jepje për rinin apo për çdo që do të bëj tatuazhe apo edhe ta marrë vetë si profesion? Unë e kam bërë kohëve të fundit edhe një postim në Instagram që kam kërkuar praktikante vetëm vajza. Se për djemtë është shumë e lehtë me u fut, nuk e kanë problem, po vajzat ndikohen pak prej familjes. Edhe kam kërkuar vajza që t'i çliroj, si ta them. E kam marrë tash një, ajo po njihet shumë rahat këto me mu. Shpresoj që shumë mos ta kenë problem, mos të ndikohen nga familjarët, agji, tezja, që do menojnë ky, ai jo po merr kush, nuk ka të bëjnë kjo fare. Ai që dën edhe nuk ka të bëjë tatuazhi këtu. Po, e vërtet. Do me thënë ju e shihni si një art që edhe pse është tabu, nuk duhet jetë ashtu. Nuk dohet. Tani se di, shumica e kanë edhe pjesën e haramit. Është haram. Po, tash në fen katolike nuk është haram. Pse duhet jetë muslimanët haram? Pastaj kjo është, trupi është joti. Mjafton që ti t'jesh i rob i mirë, mos bësh gjunahe dhe nuk ka të bëj tatuazhi fare. Kjo është shoqja ime ngushtë Sabina. Kur kam filluar karrierën time si tatuartiste, tatuazhin e parë e kam bërë te kjo. Unë i kam besu shumë, edhe gjithë tatujat i besoj. Kjo është tatuazhi im i parë, që më ka bo Kida, një ëngjëll, e këto janë të tjerat. Edhe i besoj shumë, do me thonë, edhe ka dorën shumë të lehtë. Edhe une i kom bo një tatuazh të mësu dorën, të trupi sajna, këtë 2-4 e kena bashkë një jetë. Edhe unë e kom bo emrin e saj një herë vetë tatuazh e kam, edhe ta shem të e po për zdy tjerë se e du fort.